Është goj, grua oficeri dhe sidomos e oficeri në Shazan. Specialist, speciale të marinës, ble dhe këta të ishme, të artillerisë, të këpësorisë. Do të thuash 100 herë brenda fjalës grua oficeri, do të thuash 100 herë vështirësi. Heroin kemi qenë gratë. Në të gjitha anët vështirësi. Në jetë, në punë, në shëndet, në fëmijë. Pa ujë, pa drita. Marrëdhënie me burrin, marrëdhënie familjare, vështirësi nga më të panumërta. Dhe këto i kanë kaluar. Këto do them në mënyrë figurative. Gratë. Ta allazhin e detit në det, na e shohin këto në shtëpi. Dhe këto nuk e bën kushto, po e bën vetëm një heroin. Një grua që ka kushtuar jetën burrit, një grua që ka kushtuar jetën familjes. Dhe familjes oficerit, jo familjes, familjes. Ka qenë edhe civile këtë përshë. Kemi shumë bresa. Dhe gjej rastin, përshëndes të gjithë miqtë dhe shokët e mi që kemi qenë këtu, që kemi banuar këtu dhe që kemi luftuar, punuar, luftuar këtu. Mbi vështirësi që kemi kaluar. Dhe uroj nga zemra të jenë mirë, me familjet e tyre, fëmijët e tyre, të jenë të lumtur dhe të kalojnë pleqëri të mbarë. Tani kështu të kapur për dore, do më thoni cili është sekreti i një martese kaq të suksesshme sa juaja? Dëgjoj, për mendimin tim domethënë, gatishmëria shpirtërore, fizike, për të përgjigjur sfidave të jetës bashkëshortore dhe për të ka përgjigjur ato me heroizëm, pa marrë parasysh as edhe gjë më të shtrenjtë. Kjo për mendimin tim është kyçi i një jete martësore të lumtur dhe të suksesshme. E njëjta fjalë siç tha Bekja, se një familje të jetë një familje afërsisht 50 vjeçare duhet të jetë në radhë pas sinqeriteti, siguria karshi njëri tjetrit dhe dashuria e mirëkuptimi. Kjo është një familje tamam, një familje denjë, që i themi emrin e familja. Edhe për të specionit, por Është romantik komandant Bekja ata? Me thënë të drejtën është shumë romantik. Më kujtohet, më ka marrë për herë të parë, s'kisha vajt në Itali, për herë të parë më ka marrë në Itali dhe më ka qurë te dyqani Max Mara se haroj. Dhe më thotë ardha të kam parë diçka, nuk e di, prandaj të ka marrë dhe ajo ka qenë gjëja më e bukur dhe më ka dhënë në një tek lokal te Ludovico Ariosto. Kemi pirë një gotë verë, sa jemi kënaqur, kemi ngrënë një darkë shumë të këndshme. Dëgjoj, romantizmi shpreh në të gjithë në shumë aspekte. Romantizmi. Sigur dhe një kandele në tavolinë, ajo është një gjë më e bukur. Ka qenë dhe këtë shumë romantik, çdo festë, çdo gjë, edhe kot pa festë, blinte një buqet lule dhe masinte. Unë fluturoja, i dhe shanë qafë. Apo jo, Pa qenë çike romantik nuk mund